Gjykata e Apelit ka ndryshuar masat e sigurisë të vendosura më herët nga Gjykata e Lezhës për disa ish-zyrtarë dhe specialistë Aloizin dhe ASHK-s në Lezhë, se legalizuan disa ndërtime pa leje në zonën Ranës së Hellun, në Shëngjin. Sipas vendimit të Apelit, Gentian Malota, ish drejtori i ASHK-s në Lezhë, Artur Shabaku, ish përgjegjës i Aloizin në Lezhë dhe Artmir Maxhunin, specialist në drejtori, mbeten në fuqi akuzat për vepra penale shpërdorim të tyre, parashikuar nga neni 228 i Kodit Penal, duke u caktuar masën sigurisë arrest në Burg. Për inxhinierin e konstruksionit Luiza Bala dhe inxhinierin e ndërtimit Hekur Angjina, Gjykata e Apelit ka ndryshuar vendimin e Gjykatës së Lezhës nga detyrim paraqitje dhe ndalim për dalje jashtë shtetit në masën e arrest në shtëpi. Këtë të fundit, akuzuar me vepra penale të falsifikimit të dokumenteve, hetimet janë nisur nga prokuroria e Lezhës, e cila ka sekuestruar disa objekte ndërtimi pa leje, të cilët ishin legalizuar në kundërshtim me ligjin në zonën e Ranës së Hellun. Kjo zonë është shpallur zonë me rëndësi kombëtare me vendimin numër 01 i datës 20 dhjetor 2020 të Këshillit Kombëtar të Territorit. Sipas organit të akuzës, ndërtimet janë kryer në mënyrë të paligjshme dhe më pas janë legalizuar përmes procedurave të dyshuara si abuzive. Për këtë çështje janë vendosur masë sigurie ndaj 9 personave të akuzuar për vetë penale, shpërdorim të tyre, ndërtim i paligjshëm dhe falsifikim dokumentesh. Gjykata e Lezhës kishte vendosur më herët masa me të lehta sigurie se sa ato të kërkuar nga prokuroria, por kjo fundit ankimoi vendimin duke quajtur çështën në apel, i cili ka shpallur vendimin përfundimtar mbi masat e sigurisë. Në akuzë janë dhe ish-drejtuesi i KMT-s Lezhë, Kol Malaj dhe Flori Gjini, për të cilët janë lënë masat e sigurisë ndalimit daljes jashtë shtetit për vetë penale, shpërdorim të tyre, ndërsa për shtetasin me inicialet PT vendosur masat e sigurisë arrest në shtëpi për vetë penale, ndërtim i paligjshëm kryer më shumë se një herë dhe falsifikim i fulave, stampave ose formularëve.